Shqipëria vijon të ketë një situatë të rënduar nga përmbytjet ditët e fundit në disa zona të vendit. Në qarkun Shkodër, pas ndërprerjes së rreshjeve të shiut është përmirësuar situata, sipërfaqja totale e tokës bujqësore në praninë e ujit vlerësohet rreth 945 hektar. Në obot uji është prezent vetëm në oborre, pa depërtim në banesa. Qarkullimi është i garantuar dhe realizohet me mjetet e ushtrisë. Është i bllokuar kalimi për mjete për shkak të rritjes së nivelit të ujit në rrugë. Situata në Fier është normalizuar dhe prurjet e lumit Vjosa janë në kuota normale, ndërkohë prurjet e lumit Seman janë në kuota të larta përgjatë gjithë arginaturës nga territori i bashkisë Lushnjë, Roskovec, Patos, Fier e deri në Grykderdhje. Lumi Seman është tërhequr nga banesat dhe rrugët e fshatit Murriz. Njësia administrative Fier Shergan, Bashkia Lushnjë, vazhdojnë të jenë të përmbytura 100 hektar tokë bujqësore brenda arginaturave në Lushnjë, Roskovec, Patos dhe në Fier. Pas tërheqjes së ujit në zonën e Ishkënetës në Durrës, banorët kanë nisur pastrimin e banesave dhe nxjerrjen jashtë të orendive shtëpiake të dëmtuara. Pjesa më e madhe e tyre është hedhur si mbetje, pasi ka dalë jashtë funksionit. Dëmet materiale përllogariten në disa miliona lekë, ndërsa vetëm në këtë zonë grupet e punës kanë evidentuar mbi 2700 banesa të përmbytura. Pas përmirësimit të kushteve atmosferike, niveli i ujit në Luminishëm ka rënë ndjeshëm gjatë orëve të fundit. Po ashtu, ai ka filluar të tërhiqet edhe nga tokat bujqësore, përfshirë ato në fshatrat Murqin, Bilal, Mallkuc dhe Miliskaj. Nga ana tjetër, deri më tani nuk raportohen problematika sa i përket qarkullimit të automjeteve në segmentet rrugore të Krujës. Ndërkohë në Korçë, për shkak të rrëshitjes së dherave, vijon të jetë i bllokuar rruga Dunic. Rruga e fshatit Malin është jo funksionale. Një mjet është siguruar nga bashkia, por ndërhyrja aktualisht është e pamundur për shkak të kushteve të pafavorshme të motit. Vijon të jetë bllokuar dhe rruga Zalltorra. Rruga e qafës së Çajupit në qarkun Gjirokastër vijon të jetë bllokuar edhe përgjatë orëve në vijim do të punohet nga kontraktori për hapjen e saj. Në njësinë administrative Zagori, rrugët hyrëse të fshatrat Zhej, Liar dhe Topov vijojnë të jenë të bllokuar për shkak të rrëshitjes së dherave të cilat vazhdojnë ende. Një rrugë që është bllokuar në Memaliaj ka izoluar 5 banesa, ndërsa në akset rrugore Salarini, Vic, Dukaj, Sinanaj momentalisht janë të paeksesueshme për shkak të rrëshitjeve të vazhdueshme dhe prurjeve të shumta të ujit. Në aksin Tepelen Gjirokastër, pranë zonës së shkallës së Zezë, vijon puna për pastrimin qarkullimi kryhet në një korsi. Gjithashtu probleme me zonat të përmbytura ka edhe në qarkun e Lezhës, ku vijon puna për të bërë edhe bilancin e përmbytjeve.